Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur të përgatitem një pite me djath, krejt që kanë nevojën për brumin janë 800 g miell, 450 ml me ujë të ngrohtë, një lugë të gjellës me krep, që bismillah hedhëm me njëherë tek ujë, pak vaj shtojna, edhe përzina ujin derisa të tregit krema. Për harçin 400 g me djath, një dhez, se dhe një gotë 200 ml me halta ojk ose shlagzane, ja qesim me një herë. Krep nuk i qesim sepse djathi ka kripen e vet. E qesim pra halta edhe pak vaj. Përzina kripen që treget tek uji dhe me një herë e qesim një tek mikseri ku edhe përzina me një herë brumin ose ngjeshën me dorë që shtani. Përzina edhe harçin, e lojna hazër. Brumin e kemi përzime mikser për një 5-6 minuta. Tek rrosa kemi qit pak miell, e ngjeshim një 3-4 herë që të brumin edhe me një herë tash i ndojna edhe kuleçt. I kemi ndo 12 kuleç, pra tamam për një tepsi me dimensione pra 42 cm. I rrotullisim si gjithmonë në miell, e lojna formën edhe i lojna anash. E marrim edhe të hollusën, i të hollujna kuleç sikurse për katmer kur qesim. E kemi të holluar kuleç, tash e marrim një penë, tepsi edhe i qesim pra kuleçt duke i lyp secilin me vaj. Edhe duke rendit kështu një me një. I kemi rendit të gjithë kuleçt, një me një, lyp me vaj, e mbulojna tepsin me folje najlon edhe lojna pra kuleçt për një 20-25 minuta të pushojnë. Mbasi kanë pushuar kuleç, tash i lëvojna foljen edhe fillojna bismillah me zgjatjen. Pak vaj e marrim prej tepsisë që i kemi lypur kuleçt edhe s'kemi nevojë masanina me lyp pitën për mi as pak me kurrgjoj. Edhe bismillah fillojna tash me zgjatjen e kuleçve. Tepsinë e lyp me gjajp, mund me vaj pra cila që qëllon. E kemi zgjat edhe petën, ja kthejna çdo këtë cepin janë në on. Bismillah, tash marrim edhe mbushin. E mbështjellëm petën, qoshet pak ja prejna me thikja, hekum edhe e
qesim petën pra në tepsinë e lyrë me gjalp. Deri në fund kështu pra, duke gjatë petat edhe duke I rendit. Pitën e kemi rendit pra të gjithë kulesh në tepsi. Tash e marrë kështu një furrë plastikës edhe e bëj prerjen. Furrave që është nxe. Temperaturë 190 gradë. Pra e nxejna furrën edhe prerjen e bëj kështu. E kemi bo prerjen pra onash, si që për shifni, mesin nuk e prejna, edhe më njëherë fusim pra tepsin, që t'pjeket pitja në furrën në nxehur në temperaturë 190 gradë. Edhe pitën e kemi hek prej furrës, e kemi pjek për temperaturë 190 gradë për 40 minuta. Ashtë pjek shumë mirë e rresht që të bojnë bash dham kërck. Ashtu si që duhet me qenë. Është nxehtë e valë, veç sa kom hek pra prej furrës, mundeni me lau me pak ujë, nëse keni qef me lau me ftoftë, unë kom qef me hangër të nxehtë, kështu që nëse provoni e lumë shënduar t'ju bëft mirë, kam ju kënaq, edhe letë përgatitje. Faleminderit për përkrojnë që ma bëni komentet e bukra deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, të thamë miru pafshim.